Nëse zgjoheni natën për të urinuar, ja si të ndaloni këtë problem që ju shkakton këto sëmundje. Urinimi shpesht në shumicën e rasteve ka të bëjë me faktin se mund të keni pirë më shumë lëngje në orët e para se të flini, citon National Health Service. Por nëse zgjoheni shpesh gjatë natës për të përdorur tualetin, atëherë mund të vuani nga nokturia. Është e zakonshme te të moshuarit dhe shpesh edhe të rriturit dhe në moshën e mesme, thuhet në udhëzimet e National Health Service. Gjendja mund të shkaktohet nga një sër komplikacionesh mjekësore duke përfshirë sëmundje të tilla si diabeti. Diabeti shpesh i referohet një para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Varësie të heshtur pasi simptomat shpesh maskohen si lodhje dhe etje e shtuar, citon revista Diabetes UK. Simptomat të tjera përfshin urinimin më shumë se zakonisht, shpesh edhe gjatë natës. National Health Service thotë se sheqeri lart në gjak rrit entjen, kështu që mund të pini më shumë se zakonisht dhe kjo çon në nevojë të shpeshtë për të shkuar në tualet. Nivelet e larta të sheqerit në gjak gjithashtu mund të irritojnë fshikëzën tuaj dhe t'ju bëjnë të urinoni më shumë, edhe sidomos gjatë periudhës së natës. Humbja e peshës dhe humbja e masës së muskujve, kruajtjet janë gjithashtu disa nga shenjat më të zakonshme të këtyre shqetësimeve. Ju gjithashtu mund të zbuloni se prerjet dhe plagët të cilat kërkojnë shumë kohë për të shuruar mund të paraqesin edhe probleme të ndryshme të cilat duhet të kërkojnë vëmendjen e shtuar mjekësore. Sipas National Health Service, këshillohet që të vizitojeni tek mjeku juaj menjëherë nëse ndani ndonjë nga këto problemet. Nëse vazhdimisht të zgjoheni gjatë natës për të urinuar, mos e neglizhoni shenjën tuaj, por rekomandohet të shkoni në tualet për të evituar kështu edhe komplikacionet e mundshme shëndetësore, të cilat mund t'i kanosen shëndetit tuaj të përgjithshëm. E keni pyetur ndonjëherë veten nëse po shkoni më shumë në tualet se zakonisht? Në fakt, nuk ka asnjë përgjigje të caktuar se sa shpesh duhet të shkoni në tualet. Doktor Hana Patel, mjekë specializuar e shëndetit të grave, ka hedhur edhe një sugjerim për zakonet normale të tualetit, kur mund të shkoni dhe arsyet më të shpeshta të cilat ju bëjnë që të frekuentoni më shpesh tualetin. Disa nga pacientët e saj shkojnë deri në 6 herë në ditë, ndërsa të tjerët normalisht shkojnë edhe deri në 10 herë në ditë, citon doktoresh Petal për Metro. Të gjitha janë edhe në rutinën e tyre, të cilat ajo thotë se duhet të keni kujdes me atë që shtoni në vaktin tuaj, sidomos të mbrëmjes. Ajo shpjegon: nëse ka një ndryshim në zakonet tuaja normale të zorëve, atëherë është diçka për të cilën duhet të flisni me mjekun tuaj. Të këshilloheni vazhdimisht me të dhe të ndërmerrni hapa bazë për të parandaluar komplikacionet. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni gjendjen tuaj dhe gjithashtu të mbani larg shqetësimet që ju vendos edhe urinimi i tepër, sidomos gjatë periudhës së natës. Duke ndjekur këto hapa, do ta keni më të lehtë të përmirësoni gjendjen tuaj dhe të mbani larg gjithashtu edhe komplikacionet që mund të shkaktojë urinimi i tepërt. Në rastet kur nevoja për të urinuar ju nxjerr gjumin, duhet të trajtohet, pasi nuk është një shenjë e cila duhet të injorohet. Madje edhe ngjyra e urinës mund të citojë shumë për shëndetin tuaj. Ndaj kujdesi me mjekun në këto raste duhet të jetë parësor. Rreth 1 në 3 të rritur mbi moshën 30 vjeçare thotë se duhet të ngrihet gjatë natës për të përdorur tualetin. 2/3 e personave mbi moshën 65 vjeçare vuajnë nga këto shqetësime, citon Healthy Side. Ndaj ndjekja e një diete të pasur mund të bëjë ndryshimin parësor kundër këtyre komplikacioneve. Kjo gjendje quhet nokturi dhe gjithashtu shpesh duhet të përdorni tualetin më shumë se një herë gjatë natës. Në këto raste duhet të konsultoheni veçanërisht me mjekun tuaj përkatës për të evituar kështu dyshimet e mundshme. Gjumi i ndërprerë gjatë natës është i lidhur me një rrezik në rritje të diabetit, simptoma të dobësuara të imunitetit, sëmundje të zemrës, madje gjithashtu edhe probleme të ankthit, depresionit dhe psikozës.
Profesori i urologjisë Filip van Kerebryk po i paralajmëron njerëzit që të shikojnë shenjat e nokturisë për hir të shëndetit të tyre. Ai citon se: "Nëse mendoni se ngritja gjatë natës është për shkak të moshës që keni, kjo nuk ka të bëjë. Duhet të konsultoheni me mjekun tuaj vazhdimisht pasi mund të lidhet edhe me ndryshime të shëndetit tuaj të cilat kërkojnë një kujdes parësor, pasi neglizhenca e tyre për një kohë të gjatë do të krijojë edhe sisteme të dobta imunitare. Nëse zgjoheni gjatë natës për të shkuar në tualet, konsultohuni me mjekun. Ndërmerrni hapat bazë për të parandaluar këto komplikacione. Lajmi i mirë është se nokturia mund të trajtohet, kështu që ju nuk keni përse të vuani në heshtje. Një gjumë natë e ndërprerë mund të ketë ndikime të gjëra në shëndetin e fshikëzës dhe atë mendor. Produktiviteti, marrëdhënie dhe suksesi i karrierës mund të ndikojë në mënyrën se si ju e përcaktoni edhe gjumin tuaj. Prandaj, nëse zgjoheni gjatë natës për të urinuar, është një mundësi e mirë të flisni me mjekun tuaj përkatës për të evituar kështu edhe problemin që ta agravojë. Jo vetëm që mungesa e gjumit mundet edhe të shkaktojë sëmundje, urinimi gjatë natës gjithashtu mund të jetë një shenjë e tyre. Nokturia mund të shkaktohet nga mbiprodhimi i urinës që mund të jetë simptom e kushteve më serioze. Urinimi i tepërt, që mund të jetë simptom e kushteve serioze, mund të jetë gjithashtu një shenjë e cila nuk duhet të neglizhohet. Një person që ka diabetin e tipit 2 ka shumë sheqer në gjakun e vet. Veshkat reagojnë ndaj kësaj duke nxjerrë atë nga gjaku me urinë, gjë që rezulton kështu në nevojë për të urinuar më shpesh, gjë e cila mund t'ju ndikojë edhe në shëndetin tuaj. Një mënyrë që keni probleme me veshkat, siç janë edhe gurët në to, mund t'ju bëjnë që të urinoni më shumë gjatë natës. Nëse mendoni se urinoni më shumë se ç'është normalja dhe filloni të vuani nga dhimbjet e shpinës, gjithashtu edhe humbja e peshës, djersitja e tepërt gjatë natës, dobësia e këmbëve ose ethet, ju duhet të takoheni menjëherë me mjekun tuaj. Pasi këto ndryshime kërkojnë edhe vlerësim me bazë nga një mjek specialist, i cili mund të bëjë edhe përshkrimin e problemit tuaj. Asgjë nuk është më e bezdisshme se sa të ngrihesh nga shtrati gjatë natës për të urinuar, sidomos edhe kur bën ftohtë. Fatmirësisht ka disa këshilla të cilat do ju ndihmojnë që të shmangni këtë shqetësim. Të gjithë kemi provuar atë, ju po flini bukur në shtratin tuaj të ngrohtë, por zgjoheni pasi duhet të shkoni menjëherë në tualet. Është jashtëzakonisht e bezdisshme dhe ka disa gjëra të cilat shkaktojnë këto probleme dhe duhet të provoni disa këshilla të cilat do ju bëjnë që të mbani larg këto komplikacione. Analiza e stërngarkuar. Normalisht ju prodhoni 1 deri në 2 litra urinë çdo ditë dhe vetëm 25% e kësaj prodhohet gjatë periudhës që jeni në gjumë. A i gjeni veten duke u ngritur shumë herë gjatë natës për të shkuar në tualet, atëherë ju me siguri keni një fshikëzë të stërnguar. Kjo do të thotë se keni një prodhim të shtuar të urinës gjatë natës. Ky çrregullim është më i madh te gratë sesa te burrat. Gjithashtu mosha do të luajë një rol kyç kundër këtyre shqetësimeve. Ndaj duhet të konsultoheni me mjekun tuaj përkatës për të evituar kështu edhe komplikacionet. Ky çrregullim mund të ketë disa nga shkaqet nga më të ndryshmet. Nëse keni vërejtur se përjetoni edhe këto, ndoshta jeni kurioz të dini se cili mund të jetë shkaku. Një prodhim i shtuar i urinës mund të ketë shkaqe të shumta, dhe disa janë më pak të ndjeshme dhe të padëmshme se sa të tjerat. Shkaqet e mundshme mund të jenë: hani ose pini më shumë para gjumit, prishja e hormonit ADH që ju siguron prodhim më pak të urinës gjatë natës. Funksioni i veshkave të dëmtuara gjithashtu mund të jetë një tjetër arsye ndër likimeve të forta të shëndetit tuaj. Gjithashtu, formimi i edemave, përdorimi i ilaçeve të caktuara dhe sëmundje të tjera bazike mund të ndërlikojnë shëndetin tuaj. Nëse prej kohësh po vuani nga këto shqetësime, adresoheni tek mjeku juaj problemin për të marrë trajtimin e specializuar dhe gjithashtu për të evituar komplikacionet që i kanosen shëndetit. Mos i neglizhoni shenjat, merrni masat e duhura për parandalimin e këtyre problemeve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.